Në qofë se mundemi me vazhdu me qenë se veç është mbyllë dera, shkojmë deri tek dritarja pak të shohim në qofë se mundemi me pa të paktën se çka po ndodh. Kemi pa që edhe policia e Kosovës ka intervenu brenda kësaj klase, me aq sa ka mujt me dëgju, po padosh me keq informu, siç duket është një person që i duhet asistenca në qofë se nuk gaboj, apo jo? Për çka tjetër ka mujt me qenë? Ka nënshkru për nanën, okay. Jo, vetëm për asaj që dëgjova për shkak që okay, ashtu thash. Po, patjetër, nuk kemi të dashme. Për vete po kanë shkruar edhe për nonën nuk është. Po, ashtu dëgjova diçka të ngjashme për atë arsye. Po, për atë arsye thash që mos të keq informoj, po vetëm duke supozu se çka mundet të më ndodh, për këtë arsye për mos me keq informu, po presim jashtë dhe po dojmë me marrë edhe palën e cila vetë është duke bisedu bashkë me policinë e Kosovës brenda kësaj klase, edhe me pas se çka ka ndodh realisht dhe pse u desh që të kemi një intervenent të policisë e Kosovës pikërisht në këto momente. Përndryshe çka mundemi me thonë është që për pak çaste është kriju edhe një listë pritjes, themi ashtu tashmë, me qenë se është mbyll kjo derë dhe ka qytetarë të cilët po presin për të votuar në këtë klasë me urdhrin e policisë së Kosovës është mbyll edhe dera dhe po presim që të shohim se çfarë do të ketë në vijim. Pra këtu i kemi edhe shtetarë të cilët po presin për me votu në klasën që është vend votimi 1913 thy për 01 këtu në Prishtinë. Elus kameramanin të shkoj pak zoom in ashtu, të shohim edhe më shumë sepse na intereson të dim se çfarë po ndodh brenda, apo ka ndonjë parregullsi apo diçka e ngjashme. Për pak do të presim në qoftë se edhe policia del dhe është se çka po ndodh brenda. Ne po presim, veç po presim derisa del personi që është brenda. Po okej, ju mundeni me vazhdu patjetër. Okej, ne vazhdojmë në pjesën deri ku e kemi të lejuar në prej policisë. Nuk kemi të po mundesh me vazhdu drejtorisht brenda, ne nuk po e bllokojmë askënd. Qytetari ka gabu, ka nënshkruar. Okej, mundesh me na tregu me qenë se ke brenda që me na tregu veç se çka ka ndodh brenda. Qytetari ka gabu nënshkrimin vend te rubrika për nënshkrimin e vet e ka dhënë dikon më poshtë, ku gjë, diçka më shumë. Kjo është arsyeja pse ka intervenuar policia. Rregullohet, po dikush ka bërë panik për rregullim. Patjetër. Ne do të vazhdojmë të jemi pak më larg që t'ju japim hapësirë dhe policisë së Kosovës të bëjë detyrën e saj, megjithatë ne të vazhdojmë të presim këtu, po sipas Ne po vazhdojmë diskutimin në studio, po jemi në komunikim së bashku edhe me ty, po besoj do të na dëgjosh edhe neve se çfarë flasim në studio për ta komentuar